Njerëz që sa hypa pi punës në kjerë më shku në shpi, pas ka ardhë update-i që tu bo 2025 38.3.1. Jam kurështar me ditë se shka na bje ky update. Thanë që shumë senet mira edhe interesante. Thanë diçka me Tron. Apo ju thot nëjë sen Tron? Filmi Tron? Kur t'instalohet, do t'ja tregoj. Që pra njerëz versioni 2025 38.3.1 edhe senet e reja që kanë ardhë janë qëto. Do me thonë i kena qëtash në navigacion ndërtesat ose shtëpit, ndërtesat që shifen në navigacion kanë mu kanë ose mundësh me ba që mu dok në 3D. Dhe me thonë qështu. Navigacioni jo në 2D, po në 3D. Mandej kemi update të dashcamit, do me thonë të kamerës, ka mu kanën pamja ose pikselat ka mu kanë matë mira, kvaliteti i videove ka mu kanë maj mirë, si për stream me ba edhe edhe në Tesla app në telefon mundet mu dok kvaliteti shumë maj mirë i videove. Mandej e kemi një funksion që vjen te kjo pulla këto e dorës, do me thonë aty mundesh me zgjedh tani funksionet ndryshme që i ka Tesla, jo tani këtu me prejk monitor, po ti për shembull mundesh me zgjedh një opcion, mu qel kjo fjoka këtu për para, ose lloj funksione mundesh me ba, edhe e fundit kanë mu aktualizu do epa si për shembull Apple Music e disa tjera që kanë mu po ma aktual. Po, ma e rëndësishmja që ka ardhë është që kjo, Tron modus. Troni, nëse e keni po, është që kjo. Motori me drita. Kjo, që është ka me ardhë në vend kësaj. Nëse do në len kjerën kështu, a mujna dhe këti kjerët me janë ndru në gjyrat, që shi kena në gjyrat jashtë, mujna me po këtu. Po, qëtash është mundësia që edhe ky motori me ardhë në vend këti kerrit, edhe une mu kanë që ky motoristi. Qysh do këtë ajo në realitet, do t'ja u tregoj në vazhdim, edhe ju kallëzomni se a është kjo e nevojshme, apo nuk u kanë e nevojshme. Elon Muskit shka si kujtohet. Dan Morgan. Shka pusha. Tron, më duk si pas ka ardhë. Slash qantën që të më nxesë. Të shku në punë. Dje lash më bo download dhe më instalu, që sot hypin kërë, e kena modusnerim Tronit. Kanë ardhë dhe senet reja, po une pe provoj me njëherë që Tronin shka është, që kjo. Veç pak. Tron.
Hajde. Oha. Oha. A njerëz. Shumë fort për qëtë. Nejse, për lojna është e njofshme Tesla dhe Elon Muski. Opa! Dhe me troni! Uhu! Uhu! E nevojshme? Jo. Ama interesant me pas. Së janë senet që i ban Tesla special. Kështu, tu o zit, po do këtë interesant, jë mësu dhe që tash me pas kërë, tash motor. Edhe ato tronin me bishtin digital. Interesant. Nese, komentoni ju që shpje do këtë, që pas ka ardhë edhe një update i ri, të bëj edhe këto të këshiri që ka po vjen. Edhe çka ka të reja ju informoj, ju komentoni, shkruni, a u kanë kjo nevojshme, a ju pëlqen që si sene të reja që vinë të Tesla, që si softvera, programa, edhe ajde se tu zdrit koha mëngjesi i hershëm. 1 Minute 37 Sekunden später. Ama po edhe këto senet, këtu do me thonë sikur që ka pas kerri, i pas ka edhe ky këtu me qel gepekin, për para me qel gepekin për mas, do me thonë me qel, dyrt me qel, edhe këto mbushjen, kapakin për mbushjen e rrymës, pi këtu me qel. Wow. Se më kanë Mars. Shumë fort për duket. Cak. Edhe une që i parkum. Cak në parking. Opa. Shumë interesante kam po, ha? E njerës, kur të largona për kerrit, me telefon, mshelet kerrit, kështu çfarë zonis që tash pas ka bo. Që unë për largona. Tash është i qetë. Tash në msheli. Edhe për heci. Ndë e një zone. Këko, zina i robot kur të mshelet. Si na i jashtësor kur e nal makinën e vet. Jo, kjo është si troni garant. Später. E ktheva normal. Bajat kështu, ha?
Po dona me kthy apetronin. Qetronin. Qetroni. Që ku hek troni mrena, garazhe e tronit. Qysh e pat njerëz pra Tesla me këtë update-in e ri përveç navigacionit edhe seneve tjera që i ka pru, e ka pru edhe qëtë modusin e tronit, njëkohësisht me filmin Tron pjesën e tretë që këto ditë ka ardhur edhe në kino. E pa shku me pa edhe filmin nuk ka me lanë. Pra, për më shumë video, mos harroni me bë like, subscribe edhe shihemi në video tjera. Haha.